shkak se pamja kur ecë kryeministri edhe gazetarët shtyhen prej sigurimit nuk është pamje të cilën Kosova është dashur me eksportu edhe për arenën ndërkombëtare, po e pengon gazetarin punën e vet për mja hap rrugën kryeministrit. Ne vazhdimisht jemi tu shtyrje prej policëve të mbrojtjes stafërm në konferencat për me hap rrugën për gazetar. Nuk menoj që është pamje e mirë, nuk menoj që është trajtim i mirë i punës gazetarëve dhe menoj që duhet me tentu me ul dhe me tentu me zgjidh këtë problem për shkak se pamja kur ecë kryeministri edhe gazetarët shtyhen prej sigurimit nuk është pamje të cilën Kosova është dashur me eksportu edhe për arenën ndërkombëtare, po edhe për publikun tonë të mëranshëm. Pse kjo nuk duhet me ndodhë? Kjo nuk duhet me ndodhë për shkak se kur qytetari e sheh që kryeministri po vepron çashtu në raport me gazetarët, dhe kur po flasim kryeministri, po flasim për lojtarët e tij të cilët shtyn gazetarët gjatë gjithë kohës, atëherë mendoj që kjo duhet me u trajtu. Është tentu që kjo çështje me u trajtu në aspektin penal, por kemi pas një rast ku është tentu që me ankesë në prokurori rasti me shku si vepër penale, pra kur polici po e pengon gazetarin punën e vet për mja hap rrugën kryeministrit, prokuroria në këtë rast nuk ka pa vepër penale. Pra nuk ka konsideruar që është vepër penale. Po kjo nuk nënkupton që kjo sjellje është e heshme. Kjo nuk nënkupton që kjo sjellje është e bukur, kjo sjellje nuk nënkupton që kjo sjellje është edukative për komunitetin tonë. Dhe jo gjithmonë çdo gjë që zhvillohet në raport me punën e gazetarëve duhet më trajtuar në aspektin penal. Për këtë arsye po e ngres shumë zonën që me shumë thjesht me bë thirrjen që njerëzit të cilët janë në politikë, njerëzit të cilët janë në institucione, duhet veprimet jo vetëm me i pa apo kryjm vepër penale ose apo e sulmojmë dikon, po edhe çush po dokemi në publik. Edhe në rast se ne po dokemi keq, duhet me ul dhe duhet me diskutu çush me rregullu këtë situatë. Nuk janë gazetarët aty për me i sulmu politikantë, nuk janë gazetarët aty për me i shantazhu politikantë, ata janë aty për me marrë një përgjigje të cilën i duhet publikut. Ata janë aty për me filmu në situata të caktuara, edhe abuzimin me drejtat e njerëzit, janë aty edhe me filmu situata ku njerëzve kanë mujt me u shkel parimet bazike dhe keni parasysh që shumica e institucioneve të Kosovës sot janë më të mira për shkak të punës të gazetarëve. Pra, edhe policia, edhe prokuroria, edhe institucionet tjera publike janë më të mira për shkak të një kritike të cilën kanë zhvilluar gazetarët në mënyrë të vazhdueshme. Njëjtë që edhe gazetarët janë më të mirë për shkak të punës së institucioneve. Keni parasysh që na në vazhdimsi, Ardiana e përmeni pa ditë civile dhe tjerë, gjithmonë jemi më të mirë në momentet kur gjykatat konstatojnë deri ku shkon liria jonë e fjalës, deri ku ne mujmë me raportu dhe këto janë standarde. Ne e dimë dhe jemi të vetëdijshëm që gjykata e bën ligjin, që gjykata me vendimet e veta e interpreton ligjin. Mirë po, këtu po du me përmend faktin që përpas këtij trajtimit penal ose trajtimit në aspektet e krimit të sulmit ndaj gazetarëve, ne duhet me pas një ndihmë shumë të madhe edhe prej aspektit civil të gjykatës, e cila duhet me interpretu standardet e ligjit civil të shpifjes ose të fyrjes dhe me na dhënë mësime deri ku shkon liria jonë e veprimit dhe liria jonë e fjalës. Fatmirësisht, disa landë kanë nisë me u përfundu, fatmirësisht për me i tregu publikut, ka dhe situata ku janë konstatu shpifjet, ka dhe situata ku ata që kanë abuzu me fjalën e lirë janë gjobit ose janë obligu me pagu kompenzime, po këto janë situata të rralla. Pjesa më e madhe padive prap janë hullë poshtë dhe liria e shprehjes po vazhdon me qenë, kisha me thonë, në nivelet nalta në raport me trajtimin gjyqësor.